Në vitin 2016 ju akuzuat për një sulm ndaj ndërtesës së Kuvendit të Kosovës, fillimisht u dënuat me 8 vjet burgim, por më vonë gjykata e apelit e anuloi vendimin dhe ju liroi nga akuza për terrorizëm. Çka ke me thonë? Kjo është shumë politike, s'është dhe personale. Po ka të bëjë me ty. Po, ka qenë një proces shumë i rëndë për krejt neve, jo vetëm për mu, për shkak se akuza ka qenë e rëndë, dënimi ka qenë i rëndë, edhe krejt kjo është ndërtu mbi një mungesë totale edhe të provave edhe mbi një rast të montuar politikisht. Edhe kur ti dënohesh ose kur ti akuzohesh, kur ti burgosesh për një diçka që nuk i ke bo edhe për një diçka që ti s'ki faj, është hala më e rëndë, domethënë. Ka qenë rast i rëndë edhe ka qenë mirë, po në fund është, si me thonë, është pa që faktikisht unë e kam ditë gjithë edhe kam qenë gjithë i sigurt që mundet me marrë kohë edhe kjo punë, me folëm sot shumë për kohën, po drejtësia s'ka çare parë në vend, sepse thjesht nuk mundesh me majt një njeri pa prova dhe pa asnjë fakt që kanë qenë ky rast, kështu që thjesht sistemi i drejtësisë i zbardh gjitha këto.